sipas rregullores kuvendit Parlamentit Serbisë, qeveria duhet çdo të ejtet të fundit të muajit të vitit të raportojë nëse ka seancë parlamenti. Dhe herën e parë kur ka ardhur ne kam pyetur ministrin e arsimit, faktikisht i kam shtruar kërkesë, nëse në Serbi i jepen tekstet shkollore fëmijëve prej klasës parë deri klasën e 4, jo jepni në Kosovë jepen gjithëve. Falas, cila është arsyeja që fëmijët shqiptar mos të? Përgjigjja e ministrit ishte se nuk kemi mjete, reagimi im ishte se mund mos ketë mjete dhe kemi qartë se Serbia është në krizë financiare. Mirë po drejtat e pakicave nuk zgjedhin nuk është në margjinë e madhe që duhesh patjetër me siguru. Ajo e i djegi Vučićit, ai filloi tha pagune jo rrimën na ja siguron. Mandej unë thash zoti Vučić, unë jam jurist. Kam pas rast ta lexoj edhe kushtetutën e Serbisë edhe gjitha ligjet e Serbisë, por edhe konventat ndërkombëtare se i marr me drejtat njerëzit. Edhe kur kod s'kam has që çështja e librave dhe çështja e rrimave lidhen me njëra tjetrën. I tash ai si hakmars çdo herë që vjen në parlament, gjëja në hajgare, gjysmë hajgare, mundohet me a ki pagu rrimën apo pagu e rrimën. Karakteri i tij vështirë se mund të ndryshohet në sens politika serbe në tërësi, jo vetëm Vučić.